trokaste ti të kërkoj të fle, a një gotë të pim pak shoqëri, a më ofron. Unë vi nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim pak shoqëri, a më ofron. Unë vi nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Midis malit të thatë dhe malësisë të Gorës, në të majtë të rrugës automobilistike Pogrades-Korç, ndodhet një fshat, i cili kryesisht merret me bujqësi dhe blegtori. Në këtë fshat, dikur ka qenë vend xhirimi i filmit I Treti, kurse sot, ne të tre, Visi, Kristina dhe unë, do testojmë mikpritjen me banorët e Çeravës në Pogradec. Na ndiqni. Unë vi nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? O zoti I shtëpisë! O zoti I shtëpisë! Basë nuk ka njëri? Po vetë të tjetra. O e zoti I shtëpisë! As tu s'ka njëri në këtë. Vazhdojmë. Ka shpitja? Jesëm vjetëm? Shëndetje? Si, mirë. Se kaloni? Mirë shi. Si jeni? Shikin në ndyme në kamë shpa. Ne jemi nga emisioni Çfarë më ofron, dhe testojmë mikpritjen në shtëpinë tuaj. Jemi nga televizioni shqiptar, zoj. Po. Po mirë, që do një të shio? Nuk të dim mirë se ju Po testojmë mikpritjen. Mikpritjen? Të do një të vjen njërë. Hajde, që të të mirë. Hajde gëzuar. Gëzuar e juve, lumë që kemët. Mirë se u gjetëm. Gjithë të mirat paci. Dashu, sa po im atje, pash disa fotografi që ishin në nipi mbesa. Po, kemi djemëtën djallin I Greqi, e kemi me 3 fëmijë, e ka 2 djeme një qupë, e vishen atje në shkollë, bëjnë tërë të mirat. Ishte fotografia te, vishen në shkollë. Vishen në shkollë, për qef e vishen. Jo faleminderit të sajdisu qoftën që na ertë, na sajdistën e 2 pleq, u sajdistë Perëndia me gjithë të mira. Faleminderit. Po I vajte plakut, bën një sehat të madh. Se do një qikë la plaku. Qikë muhabet, një qikë... Si ti kaloj streset një qikë. Po në mungojnë, nëse s'na mungojnë. Vinë, ikim po kam puna, për që do bëjmë të ata? Do në të hanë, këtu s'ka. Me qëfar jeni marrë, zonjë? Më parë, dikur? Me parë, me kazmët, me lopatët, gropa bëjnë nga 10 gropa një me një, a një gjikë bukë për pistri me një domatkë. Kjo ishte lafite. Edhe me qoban me vi, me dhenë, të rjetën, s'kishim se. Në këtu ka pas kooperativa, çfarë ka qenë? Çfarë ka qenë Çerava? Kooperativa e rëndi Bilen. S'kishte vetëm punë, ditë, natë, bandë, bazë mos grate. Gratë kooperativë?
pas ke qenë, mos qenë ka për sistemi, qërave, ngroa një që të bësh e saktë. Tëra qupët ashe moshe që punon korporativët, tëra supat shtrembët, kemë shtrembët a pekoshit duani, nga pesha. Neve burat s'ke punojnë fakt korporativët. O që banë të rjetën Korporativët që s'ke që banë. punojnë, vetëm qetë, që s'kishte ditë për që zgjedha pe qafës, edhe gratë. Gratë është e pas ke qenë e pa kooperativa, qupë qërave nuk dinja saktë. E ishim të pëndjekur politikë orbi, e na shikonin qik me sy të keq. Unë e kam pasur xhaxhan matanë. Edhe burri e ka pasur xhaxhan matanë. Ata hanin kumllat, ne na pishin dhëmët. I iknin neve. Çdo mbledhje që të bashkë, çdo gjë ne diskutoshim. Na ulin kratë, për njerësh. O punon një unë, o s'punon të burë e grua nga 10 gropa, kur vinë të puna, gjysmën e punës me, gjysma. E mërë të komunisti. Pasaj kemi hequr, ka, tashi. Eshte koha atyre. Ata ikën për vete të tyre shpëtuan, po ne që kusu kishim. Nga një anë mirë tashi. Tashi vetëm këte jemi një pritës se nuk i ke fëmijë. Ja. Nuk shmadhesh një fëmijë, me një bese, me një djallit, la fosisht. S'ke. Kur la fosisht me një nip, ka me një bese, me një djallit, s'ku shlodhesh. Kështu, si kërqenjë dhe. Kjo është e keqë. Po da shkjo, s'uan pas për djerë. Po noni ke për vete të. Po në vedash, po në veri. Shëndet, e me gjithë Ajë, mira. të mbarë, u falemderit. Fala në dhe quna. Rofshi, sa Me njësë mira, rofshi. mirë pafshim. Falemderit. Kalofshi mirë. Mirë pafshim. Rofshi, ashtu e juve. Ajë mirë pafshim, shëndenë. Që do ipi në këtë zëtor. Po, do zot ka njëri. Ëme. Ka vënd për mua? Një vend që është. Egoist. O, sa e bushë e gazetori. Hypi këtu para. Hyp. Në ma të majonë atë. Hajde punë e marë! Mirë së gjetëm. Gazetori ishte uaj? Jo. Jo? Nuk e zë. Po e marim në atëra. Tere. Ku ja qërësa? Si ka qecës? S'killi qërësa. Ka qecës. Ne imi emisionet që fa më ofron. Të stëmi këpritjen në... si mund të atë? Në punë. Në punë. Punë e marë. Nisa. Hajde një qik më hapër. Pa tjetër. Jemi sa si lakë. Mirë së gjetëm. Jeti. Në zonë. Kristina edhe Visi. Turi, po thuaj që kjo është pleu që bën lopa. I lope vetë. Po. Përsa e bën të pleu? Po kush e di? Te ke punë të dyta, po. Të tash i pjesh po e pastrojnë. Për që marna, se s'mund t'alim tje. Ne testojmë këpritjen edhe... Po. Po, çfarë po? Tani ne jemi në punë. Ti u thresh dika tjetër që të bisedoni si qështi, se unë jam në punë. Thërite. Okej. Qash. Haj, do ikim me zëtora po? Jo me zetor. Zetori do ngarkuhet se jemi në punë. Dhe. Mund të bisedoni me këte se jam në punë. Ky është xhaxha im. Oba. Në zërësin që rajt, respekt. Mirë të gjetëm. Me serdë, bojnë, si jeni, si shkoni, si Ka po kaloni. nipin tuaj. Ordroni të pinin kafe. Do pimi kafe? Hajde. Xhaj? E ke me qef apo? Kafen? E, Si se kam. hajde të tregoj një gjek këtu të Qa ka këtu? Ke para, s'ke para. Ui, lipuj! Gjera qajnë janë, nuk e. Gjëra që hanë? Po, bile po të prisni e bëjmje. Po të edhe ushim, ndilën ta? Lipuj në po? Dilën vina, Ë? po tremë se kalabalek, thonë mos në thirë. Kujta, sa lipuj keni këtu ju? Këtu janë 14. 14 lipuj. Këto gropat i kanë hapur po lipuj? Ata i hapën për lindur ande. Për të lindur. Nuk lindur si për këta lindur gjithmonë vetë. Në dhe? Vendosi plysh dhe E vejë. ka qefa, pas një muaj,
Dhe bëhen me ushka dynjan këtu. O? Sa zakonisht pjen një nga këto femra? Gjerën 15. Te në 15. Po rrojnë të gjithë kryesisht? Të gjithë. Vetëm po hyri deri në Uskëpelale ose dojnë qelbak. A ju e elimino. Po ka ndodhur një rast i tillë që Po. ka hyrë? Po. Po nga ka hyrë se këtu është U hodh qanë deri nga ato qati erdhi këtu u hodh për poshtë s'doli dot me pastaj. Me ka vënë me çart? Me cfur. Atë babë shargë ata janë. Sot e keni si trofe? E kështu. Mirë është që po të merresh me këta, ti ndash meshkujt me vete, femrat me vete, mos u vendotje. Po pse bëhet kjo meshu me vete e femra vete? Se ata pjellën pa risk. Ajo sa i bën ndërzim. Në fund të javës bën të tjerë. Edhe nuk rriten, përse nuk zhvillojnë dhe vete të vegjël. Ç'pas kanë qenë. Po pra, ku lepush? Jet lepuri. Ajo e bën jetën të mirë. Harri. Për të ngrënë, ripi. Hajde vazhdojmë atë në shtëpi. Hajde ikim për kafen. Gëzuar. Ai gëzuar Mësu të gjeta. mira, me sartë, rroshi. Kjo është zonja ime. Zonjë gëzuar. Ka 52 vjet që bashkë jetojmë, si thonë. Bashkëtojmë, mirë, mirë. Mirë, shikoj të ndajemi. Ka e bukur e zotërisë tuaj. Po ju jeni dakord që divorcoheni? Si? Po ti e kërkove e the do vete deri në Çobani. Jam. Oj, Ju me që meni realisht? unë jam pensionist. Kam punuar në minierët. Po më shumë kam ardhur me festivalet. Më tregoni çik për to festivalet. Festivali është gjë e mirë, po ne unë plakëm tash. Ju keni pas grup këtu në Çorava apo si? Unë jam valltar me Byrazerë, vallë vjetra, unë gjyshi. Edhe në festival kam vajtu 4 herë në Gjirokastër. Një herë në Berat, 5, pastaj në Oda Dibranin për Shkopi. Në Elbasan me lojna popullore, në Shkodër me lojna popullore, në Kruj me lojna popullore, Lushnjë me festival, Vlorë me festival, të se bëhen valle dyshe, këngë. Kam ishë në këpacion. Po, kujti u këshu nga shkrepi e mori për gjeli atere, unë valle nuk e lashe, mësova nga ju, e vura. Vallet vjetra s'ka me, se folë kësi. Kalen, vinja, unë zdonje, në mes të qorve, unë ishe me i sy. Ma po kush është valle popullore këtu, për shumë që ju keni këtë zonë Valle Çarës? popullore quhet valle dyshe, Dyshe. e fshatit Çorrave. Edhe kërcejnë haki kapa, dhe i rësan kapa. Ne mund ta kërcejmë, ndonë se nuk kemi para festivaleve, se që keni qenë edhe kur, ta kërcejmë këtu të oborit tuaj? E kërcejmë. Do mundon dhe unë të ndjek. Të ndjek është ti. Po do mësoni. Los vetu, Ma ka qenë dyshe? po dyshe është, po. Apo ta kërcejmë me zonjë? Ja, Nuk nuk kërcen lë dot. dot. Gratë kërcejnë zakonisht, burrat kërcejnë. Ata mësoj këngën unë që këtu, Ma se mësoj të këngë. është kur shdeshe të rëndafil këte, se Deshe të rëndafil këte. kërkoj zonjë dhe se gje. Kërkoj zonjë dhe se gjej. Më ka ikur në teqe, Më ka ikur në teqe. dëndova për agabim, pse se qepi fermelin. Fermele që është i fustani matë, e asaj kohë, se që është fustani barë sot. Fermele se qepa i se bënte 300 grosh. Hajtë unë plakë që o 300 grosh, e hodhi parate. Këta kuptim ka vollja. Mirë, ju e dini tani edhe nga vjen kjo valle, sa vite mund të ketë? Sa breza, Sa breza? njerë unë jam brezi 4 qelos. Do vish me mua zotri? Aj. Ose shdeshe 3 more, 3 ndoja filë për me to imo, ha! Ose imane, ha! Bo, ha! Ose kërkoj more, zonjën dhe se i gjejo more, haj!
Hajt, kure, hajt, mos më rrjande. Ose kërkoj zomë, zonja jako, dhe se i gjejo. Shbesha unë të rënda fil këti. Kërkoj zonja dhe se gjejo. O që e pu figuron fare. Ajo zuri përdore kjo e pu. Ase ti për të ndare ke? Po për të ndarë, shënden, kalom mirë në barë. Faleminderit, mirë pafshim. Hajtë shëndejmë. Zonjë, mirë dita! Se ma bëtë shu? Ku shemi ne? Hajde, se nuk po e dëgjon. Ho! Si e një? Nëse erdhët. Moto. Hajde, që përde. Që po përde të mja? Ne e ishë shpi, unë të shpisë. Kush ishim ne tani? Në e televizorit, të vëshes. Që bëjmë ne? Ju të rakisni në dy herë tonë, juftojmë brenda. E ju që do bëne? Ne do t'juftojmë për një kafe. Na përre për një kafe tani? Po, shumë! Këto ishe pula tuaja? Jo, i ka kjo. Do më të nuk ishe tuajt. Unë së rritat kapi asje. Të e kapshe një. Qa t'i bëni pasaj? Pulës. Po pulën dhe vershim, e ta gatushim, qa da i bëjmë pulës, apo. Ju me që për me eshe të? Oj, po pisha bukën. Ta provojmë që ka të bukën e se unë... Po do në qëtë, unë sa e po. Sa doja? Po doja i qaj e kore. Qere kore? Kore, kemi ko. Kemi ko. Ndërkohë e pim një kafe. Fiks. Hajde. Opa, më të Hajde këzuar. Me shu gjetëm. Këta ju e tani. Kjo është djali im, Eriku, Eriku. dhe Qupa dhe Sara. Eriku është në vitë të parë shkopës mesme, dhe Sara është klasë të 5. Suksese. Pas kemi fiks si nipi dhe mbesa dime. Erik edhe Sara. Që këtë i shkurtimisht. Si e kaloni ju me shkolla? Mirë? Ju zëjnë? Tu po shmej kopër Shpi, shtëpjake. Si është shtëpjake këtu Mirë në në fshat? arat, lopën, oke, mbjellin, grur, fasullet, e kam radhën të ashimisë, patate kemi mirë. Po ju keni një lloj kështu dialekti. E, po si jam mirë, jam në zonë e Tiranës. Nga zona e Tiranës e keni ardhur këtu. Në Porë Adec. Qora. Po që një po gradesi. E, po ashtu, mikë mas miku. Si ishte kjo mikë mas miku? Si ta kupton këtë mikë mas miku? Po të shi? Ka që me shkesi. Po, kam e motrën këtu. A keni dhe motrën këtu? Motra ju të rojshë pasaj? Hajde në qrafë se këte ka Ate ishte kismet. burat të mrekullushu. Sa bukur të va. A Kristin? Goli o vi verejnë kampanja. Si ka që e dini këtë këngën? Dua të jetoj në fshat. Oh! Mos më thuaj që kjo është... Ajo është për të përkat pemët në ilaç. Bën pemët në ilaç. Pemët, fasullet në arët, Gjitha? po shtin tëra. Jam kërës për të shka. Do ta përdorësh? Ne. Përdori ati atë mund ca ujë, se tash unë s'përkat ta pemët paradite. Me bësh me ujë tani këtë? Po me çfarë ta bëj? Si s'përkat 2 herë, s'm prishë. Hajde bëjmë qik me ujë atëre. Hajde edhe më qikuj se duaj që ta provoj një qik si punon kjo. Kjo pompa. Tash ti merr në karakter. Ja, një kraj po këtu. Po kjo për çfarë është kjo? Ajo është që do ta lëvizësh që të marrë ajër kjo brenda që dalë ilaçi. Po si do dalë ilaçi vetëm? Kjo mba çu. E, Opa, hajde më limon qik. kjo është në e prish. Skajgje. Bik 2 qamë. Ashtu. Ta mbajmë këtë do. Që lëvizë atë kështu.
Ishte do t'i pari? E karikova beso, ha? Që karikohet? Eriko! Me të mira? Zemra vogël? Patri! Zojnë, me të mira, falenderime për mikpritje. Suksese. Kalofshi mirë. Faleminderit. Si ka pak. Përshëndetje. Nga po iki? Ha? Gjiro. Nga? Ko? Po kapet një apo çfarë? Kisha një punë. Një punë të fshat, po. Ta bëjnë gjë? Po i peshëran. E pëshëran do? Po. Po shpeshile. Të vajzë. Mund ta bëj. Normale, e pritse këtë përgjigje. Hajde, pa. Hajde! Dua të të njo, më të njo më shumë, hape vetën ty, jo nuk është vonë. Edhe gati pa i qëmë. Ja, nuk jam. Shoferi ka parë. Do t'i pa parë. Faleminderit shumë. Mirë sërë. Që lofsh. Mirë pafsh. Hajde, mirë pafsh. Shumë bërë. Opa, pas ka zile. O e zoti shpiz! Ti më branda? Je mësuar tash, mo. O e zoti shpiz! Ju su gjeda? Opa! Jeni bashkë? Vëllezër. Jeni vlezër? Ide. Do se kaloni? Si. Ju su gjeda? Se, Mirë? Mirë, se kaloni. Me ju. Shumë. Mirë nga mësone që pa më thonë. Po, nga televizorë shqiptar. Po. Së një pritje, që të rëmë. Po. jeni të për të. Hajde, unë. Gëzuar, mirë se gjena. Rafsh. Me këtë shtëpi të mrekullueshme, Rafsh, në faleminderit. fshatin Qerat. Rafsh, i lumshin këmbët. Kushtë atje? Jeni ju? Po, Kja fotografia? po. Me zemër? Një djalë ka. Një djalë, të roj me jetë. Rafsh. Faleminderit. Si quajnë? Marti. Mardi? Po. Kush e ka përnë të zemën aty? Se jo, e duke që është e punuar me dorë. Keni Me Gocka, në Gjoli? Jo, është nga Gocka Deti. Gocka Deti. Po, ngjitur atje, kush është atje? Të kanë fotografia. Po shkoj atë qeshme. Unë jam përsëri. Vërtet? Në shkollë. Ceremonia e diplomit. Kam bërë kriminalistik në Struk me Erës. Kriminalistik në Struk? Po. Po këtu jeni me krimet apo? Jo, nuk kam filluar punë akoma, jam në vitin e parë master. Master? Po. Zakonisht në për fshatra të rinjt ikin. Ku shkon? Ku do shkon? Kësi Ku do shkosh? Këtu ku jam. Në shumë mirë. Në Qerat. Po, qëra, po vete. Po vete sa do. 10 minuta më kënë shko. Po këtu lullet nga kanava. Unë e kam bërë mamit 8 marsin. Për 8 marsin? Po. I bëni shpeshu mami lullet? Një kemë rojtër. Zakonisht 8 marsin çdo. Jeni kujdesër, no? Po. Një vend kam. Mami si e pikat ju, mami? Edhe mami më ka bërë bovër ata më. Gjithmonë. Më shumë raste leki, ndish, shëgjash. Edhe një 8 mas ka pësë nësë është problem. Mami? I qëfar ke Mami, u brejk mami. U brejk për le. Zonjë, përderisa deli vetëm, ju ka bërë këtë dhuratë të. Lullet. Unë ndjeva shumë e lumtur dhe e përlotur.
Me gjithë vit për vit lule më ka dhuruar, po vit më ka dhuruar edhe një letër. Atë letër nuk e harroj asnjëherë dhe e kam mbajtur në çantë e kam sot tek sa ditë dhe nuk e humbas asnjëherë atë letër. E bën më tekstën as letra? Ai se mbaj mend, shumë po që Pa ka shumë, nuk e e kam lexuar dhe thjesht me lotë kam bërë. Ka qenë E tash një në tekst qartë. një këngë, e të ndonë nga pëndyne. Titull nuk kujtohet mirë këngës, po janë disa fjalë që thotë dhe kur jam fajtor, je vit me që më ndo. Jam djali yt, tis më mo të dro pa fund sa nuk mund të them. As me këto 5 vargje, as me njërë për. Kjo është e në rrugë. Unë kisha një pyetje. Po, Cuni është i pejuar? Jo. Jo. Luma e që do të të marri. Gjerë nuse. Po ti pse ata edhe? Po nga dashuria për nënën shumë e sigurit e nuse do ta mbaj shumë mirë. Ke dikë që mund të prezantojmë? Po, plasi pastaj. Me qa merë një kërësi, se quna të rinjë në përfshatra zakonisht nuk para gjenë. Merem me biznesit ti. Që Të bëmë jashtë në punë. Kam televizion kablor. A, keni televizion kablor? Këtu në qëra? Po, në qëra, dhe në qatë në gjithë në qëtë. Zdo biznes, do gjallë kam vitu pa. Po bëhet me qa merë dhe përdesa Po. më velonim dhe biznese. Si fillim, kam punuar me autokompat. Me kamiona, me shfryzim pyti. Këtë punë ka 10 vjeqe kanë. Ka për televizion kam dorë. Kemi pas në Facebook edhe ata kemi bjërë. E që janë kretar komune këtë vite këtu. Tani aktualisht është drejtori me territorë. Të renda të usëtës. Po gati. Zonjë, keni krenare për djerë të bëjë? Faleminderit. Mardi! Falemder për gjithë të sërinë. Të marrë juve. Kalov shimia, dhe më të mirë. Faleminderit. Do të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë binga larg, dua të të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Përshëndetje! Lete, Unë e marë! në mbarësi. Su kam i va? Mirë. Shkemi. Ata e di që është kosa. Kostë. Milat mua, ha? Të meri pa të shqipëroj ti. Keni di bache këtë? Të punoj? Ha? Po këtë di në qashtë? Ajo është e krekshë, pa, e mbledh. E mbledh bare, bës pa, jashtë e lopë. Lopa prodhoj qumësht, e shne po gratit, se shesim, pra më punë. Po këto janë do... Këto janë dhe gate punës, s'ka. Ato që nxjerrin leku. Lekun. Po desh e lekun, i thonë lavareja punosh. Po ashtu, po ashtu, s'ka pa. Ju me këtojnë ma? Këtë punë. Kost po është e nastë. Kost. Arën po të alerosh aty i thonë 30.000. 13.000. Do lërëm qikara me? Si thotë? Po u thëmë që po, unë jam shumë kurios për këtë, se këta e mësova. Në kurios për Kosovë. Kosit, si të kosit ishe? E, Si ta kosit i thotë? keni vjela që Kërë për si s'ka si këtë. Së është as pa atu e. Ju vetë me... Ku jetoni? Lagje larë, Da Gjelar, rektori. Bektori. Ka një drejto. Ku mundriseni? Ka në ndrisë, me Allahit pa... Me lartër zvendot. Po, një pyetje, sa mik pritës jeni ju këtu? Shëra. Si thotë? Hajtë të presun, hajtë të presun, si të duart. Jo, jarë tjetër, do vim atjetër, do vim atjetër. Po na zuri nata këtu dhe s'na hapi njeri derën, do vim të dera tuaj. Ne hapi këta këtë derën. Se hapin dhe... Ishte kënaqësi kjo bisedë? Shumë faleminderit e ju. Meni dhe armët? E ju. E ju është shëndetë. Kalofshi mirë. Kalofshi Edhe mirë. të fala. Punë të mbarë. Me të mira. Shëndet. Oj, zoti shpis!
Me sa duket këtu s'pas ka një, pa hajde kalon këtu se që ka dikush. Ka. Shëndetje! Nëse u gjetëm? Se erdhët. Një sekund. Një minutë. Një minutë. Hajdeni. U bën 3 minuta, ne tham që po ikim. 3 minuta, unë nga unë që këtë minuta, hajde të një kafe në shtëpi. Mirë u gjetëm. Mi se ardhët. Përshëndetje. Përshëndetje zemër, përshëndetje. Përshëndetje dashur. Si të kam o zotni. Mirë dashur. Djali nënës, shpirti nënës. Ju si quajeni zë? Si jeni? Unë e quajmë Shano Muçi. Mirë se u gjetëm Shano. Se të vish. Hajde në shtëpi të vim një kafe, nuk dunan. Nuk ma fos të budur, një kaminat budur. Hajde. Hajde. Ka që janë për keni qenë gjithmonë? Të mu më pret? Edhe në qik më shumë kam qef. Edhe në qik më shumë kam qef. Hajde dhe qik më shumë. Hajde këzuar. Dëshirat e kam më shumë. Sidomos në më vinë miq, shokë, të gjithë. Po e vinë shpesh? Shpituat? Vinë. Vetëm këtu në këtë shtëpi nuk më mbarojt mileti. Pse? Me një prallë, me një të qeshë, me një kokoshke, opa. Opa, kokoshke pa. Me i prallë do na i tregoni më vonë. Me Me i prezantoni një. Tani nipi dhe Besa. Besa. Sa djem keni, sa vajza keni, sa fëmijë? Jem kam 3. 3. 3 muse, 3 nipër, 3 besa. 3 kam unë. Edhe agarë më vete. Agaj nuk është reshe. Jo, agarë më vete. Jam dyshe. Jemi dyshe. Dyshe, neve jemi dyshe. Kur i them më bëu 3 shërbet. Kë keni më të preferuar nga këta 3? Po ti të për atë orë djale, nëna i preferon të të njësoj. Pavarësisht se një djalë mund të jetë me rritur një më shkurtër, po njësoj preferoj. Si nuse dim ka nip ka beskat. Shëgoj ku i kam atje resht, beska, nipka, nuska. Po qo duhet më shumë. Qo. Ja, qo. E keni të djalit të vogël? Të djalit të dytë. Të dytë. Këta erti nga greku. Si ndryshtu ma, me gjyshe e gjyshe? Mirë fare vetëm kaq? Nga njerë ta gjyshe. Gjushëve të nenës që kemi këtu afër. Se po të mos i kesh prapë se ndjen. Se ka ca njerëz që si kanë gjyshërit edhe gjyshet dhe prapë më tregon një histori për shembull. Mallin gje. Po ti ka treguar nga këto pralla? Ka treguar. Kur të hele gjyshe është shumë e mallëngjyrë për fëmijët e djalit. Si ta dashuria hy ka vetë ty, po ta kesh logjikën këtu, hy ka dashuria shpirt. Me të tërë, jo vetëm familjen time të dua. Dua familjen e burrit, dua familjen e djalit, dua miqtë e djalit, të nusës, të çupës. Ti kem tërë këtu. Ta thash me se. I qojnë kotë këtë jatë aty e mikë të ta kenë. Nën Shano, nipi dhe mbesa ka lindur në Greqi apo këtu? Mbesa dhe nipi më kanë lindur në Greqi. Të dy? Të dy. Ti flet shqipa e ma? Po, flas. Si kështë emri? Emilia. Emilia. Emilia, kemi rirë nënën. Jush po jo e kishte Elmije, pa ti i thoshin Emilia, se nuk e të pranonin Elmi. Ilmije. Nënëma tonë ishte Elmije. E kësa javunin Emilia. Ka këto zemër. Po mirë, si mësove Shqipen ti atje? Nena flisnin shumë, nena në shtëpi në Greqi nuk flisnin greqisht, po flisnin shqip. Vetëm jashtë flisnin greqisht. Tu boste nena kur bandë, pa, sa mirë Po mirë, greqishtën e mbarë më sot e kësaj dite? Disi. Si ishin grekat atje? Si ishte shoqëria greke atje? Tash kam jetuar për 12 vjet aty. Jo se do ati shaj, po prap atë ndjenjë e racizmit e kishin. Doshin të dukshin më inferior ndaj nesh, shqiptarëve. Po sot e kësaj dite ke mbajtur ndonjë shoqëri nga shoqëria e dikurshme që ke pas në Greqi? Po, një 2-3 shok, po. Vaj kontakte me ata. I ke ftohtë një ta? Pa po le vete ka njerë. Po, i kam ftuar. Duam të vim, thonë, në Shqipëri, të zbulojmë njerëz si është ande nga Shqipëria. Në Shano, Urdhos. do na tregoni një prallë? Do të regojë me një prallë. Ishte se qëna ishte. Ishte një plakë në një shtëpi. Ajo plaka krijoi shpinëvëri të madhe.
Pam, bëri 3 ditë me ajo. Avash, i martoj që të 3. Mos qesha kam pranë të sanante, e kështu ma do se i pra mua. Dhe pasaj kështë 3 nipër. Pasaj, i martoj të 3 bëri ca miq të mirë, me 3 nusa të mira. Po njerën e kam polake. Nona. Për nonën e mrekullueshme dhe për prallën e Zonë dhe yve i përparuar të oshorë. Të gjithë Faleminderit. stafin të. Mirë pafshim. Dhe kalofshim mirë këtu me gjysën e gjysë. Mirë pafshim. Më të mira. Hajde shëndet. Do të shpis. Më të mira. Mirë pafshim. Falënderime për gjitha. Ta ka njerë më shpirt. Përshëndetje. Se kaloni? Ne jemi nga emisioni çfarë më ofron nga televizioni shqiptar. Ai do burr? Se kaloni ju? Ku e keni derën? Ku hapet? Misu qeta. Fantazonja se s'po e dëgjoj atë. Hajde bujrëm ta, e ordon. Hajde bujrëm, dëgjoj, hajde u burr. Unë jam Edi, Kristina dhe Visi. Dhe vime emisioni çfarë më ofron që teston mikpritjen në derën tuaj. Roni, hajde një prejnë, qëtë të prejnë. Hajde. Me i gotrak një qëtë. Zemra vogël, çfarë po shikon kulli? Po shikon kukulla? Çfarë është ajo? Opa. Monarif. Jo. Mba këtë të mizave gjithmonë kështu? Jo. Sa e që vinë miq? Jo. Jo. E pasot. Nipi? Nipi kuj? I çupës. I çupës. Të roj. Faleminderit. Sa vjeç është? 3 vjet mbush në 29 maj. Zemra, si ke emrin ti? Nepi. Qiketit. Se më nëna? Tërgoj qiketit etit. Si ke emrin? Si ke emrin moj turp shumë? Ure? Si ke emrin mo? I gjithë këtë burë jetë 3 vjeç shumë. Si ke emrin ti? Ha? Nedli. Nëna më. Aha, s'vjen zëri. Nuk përrej varën. Nuk përrej. Misë gjetëm ju vend qërap. Misarë. Ju me qa meni, kështu gjithë ditën, qëfar bëni? Me punë të shtëpis. Me punë të shtëpis. Me punë të shtëpis. Kush janë punë të shtëpis? Në fshat? Në fshat, si të themun të shë, fshi, laj. Sopej. Ju keni fshirin larje? Burri për ara. Burri për ara. Në për ara. Qa keni? Keni bjellë diçka? Mjellin, për lopët, për dhejtë, grurë, misër. Qarë? Pizza? Bëni pizza këtu? Po jo për vete i bera, për të ngre për darë. I verë të rini tani të ashtë për darë. Me qërë. Me qërë t'ja ta presim të ashtë. Dhe me që se erdhëm hajde ta presim qik. E presim, si se presim. Ju hajde ma? Qfarë më ofron? Gëzuar dhe shpis? Në do majmë nga një? Gëzuar me gjithë në zonë? Gëzuar e me të mira. Opa! Hajde të flasë me qupën. Hajde se qupa! Alba, gëzuar Alba! Ne jemi nga emisionet çfarë më ofron. Dhe të kemi testuar mikpritje në shtëpinë tuaj. Dhe po flasëm me ju përmes internetit, përmes Skype-it. Dhe po themi gëzuar ati ku je dhe fatë dhe suksese. Gëzuar nga Amerika. Gëzuar! Cheers! Edhe të jemi këtu me ta patriot. Çfarë keni aty? Ta patrioti, një sikon të këtë. Po shkoj flamur atje, qifteli, çfarë keni të gjitha? Kush është atje? Të gjithë me ty. Ja, përshëndetje. Përshëndetje! Përshëndetje Rita. Si u kam atje? Ajo se s'në Jo, është nga Shkodra. Shkodrane! Gëzuar Shkodrone! Kështim televizor si në po përgatitna. Ja të birë qiftelis se të arita për. Hajde bini qiftelis, a e bini qiftelis? Ja, nuk i bi. Po përse i marrë edhe për zbukurim? I vjen burri, po burri ka dalë shëtitje. Burri u e i kështitje! Ka dalë të shëtishtë një qikë në këte nga Amerika, edhe po presin to. Me qëfar merin e ti në Amerikë?
Me në punë e gjumë. Punë e gjumë. Me mikpritjen si janë atje shqiptarët. Këna rujt traditën shqiptare shumë. Edhe mirë presim njëri tjetrin. Jetë kur ka nevojë për me ima për në gjo. Ja si për mu si unë nuk isha as njëri kuë me kojë nga shkodra më ka nimuar mua që nga po gradit. Ne dyja me në lagi shqie në dzeni bilë. Ka që jena njo. Ju përqafojmë fort dhe suksese dhe gjithçka që dëshironi, një fat të mbar, andej Moja t'jem Shqipni se Shqipnia është fort për. po provojmë paksa nga pica që ka bërë mami. Super. Një nga suan, se pikërisht e shpia ime. Po ka thirët në kamër. A doni të bëj pak zili? Jo, dhe e ta mëm për s'kjerë dhe për ditin njën time, tjetë. Ku është ditë e jote? Sot në 7 prill, mbush 21. Sot në 7 prill, 21 vjeç? Sa fati mbar që më ka ardhur dhe më kanë ardhur dhe këta të emision. Wow! Për të luar. Ne pas ke qëlluar fix. Gëzuar edhe 100 dhe jetë bukur, gjithçka që dëshironi atje. Edhe 100 Tiranës të më bësh. Po faleminderit. Zotëri, më të mira, falënderime për gjitha dhe sukses në vajzës tuaj në Amerikë Albës. E 100. Kalofshi mirë. Mirë se erdhët. Urdoni, mirë faleminderit. Mirë, se i një. Hajde mirë. Mirë. Jo keq. Mirë. A zveni të pimi kafe? Raki si do. Si e kini që? Raki, hajde. Sami Kapa. E Sami Kapa, në shpinë e Sami Kapës të qëra. Hajde. Samiu, mi su gjeta më shpinë tuaj. Mirë se ardhët. Gëzuar. Faleminderit. Na prezentoni pak sa dhe të shtëpisë që do bëjmë dhe gëzuar. Pa tjetër. Është bashkëshortja ime. Zonja? Floresha. Floresha. Po. Gëzuar, mi se ju gjeta. Faleminderit. Djali Ilir. Ilir? Mi se ju Kapa. gjeta. Edhe i Nipsha, kam atë Nipshen aty. E, Nipshe në Delande, Nipshe zot ma viktu. Po. Samiu, ju me qëfar e një marë, Samiu? Unë kam qenë mësues. Mësues? Mësues. Ku qa? Jo, kam qenë edhe në fshatrat të tjera. Kryesisht një 15 vite në Mokër. E kam filluar punën si mësues në fshatin Niq të Repit Pogradesit. Kryesisht popullsia ishte atje vllajta. Një karakteristik ishte për ata popull se kur viqin fëmijët në klasë të parë, për një muaj mësonin shqip. Se nuk dinin asnjë fjalë shqip. Në gjuhë vle. Vllaçe. Vetëm me fjalët e mësuesit mësonin. Edhe pak, edhe jo pak, po mbas edhe më shumë i ndihmonin prindrit. Ishin arsim bashkë prindrit. Mua më ka bërë përshtypje dhe kam nuk e harroj atë. E mësova edhe unë gjuhën, pastaj se të rish 6 vjetë edhe e mund t'i flasë sot, e mund mos i flasë mirë, po flasë i tjetër me njerë. Pastaj kam erdhur në Çarravë, punova rreth 30 vjet kështu. Do doja të pyesja në fakt nga banat të Çarravës. Banorët e Çarravës që se jeni mësues dhe ju duhet të dini më shumë. Banorët e Çarravës janë këtu të hershëm. Ka shumë pak të erdhur. Po edhe këta që kanë erdhur nga zona e Mokrës, kanë erdhur për rreth 200 vjet përpara. Këtu ka sunduar feja ortodokse ose katolike, mundet. Për këtë s'jam i sigurt, po ka mundësi. Këtë e vërtetojnë 2 vende që janë këtu që u themi ne kisha. Turqia pastaj siç e din të gjithë i ktheu në muslimanë. Po. Belerë ka pasur. Ishin rreth 5-6 familje belerësh.
Po, jo me ndonjë potencial të madh, kështu ndonjë pasuri shumë të madhe. Po, kishin, më shumë nga fshatarët e tjerë. Ilini, je përgëdheru në shpirës më të mira. Zoj, më të mira. Kalofë shë mira, më shëndet. Samiu, faleminderit për mikpritjen. Faleminderit. Kalofë shë mira. Faleminderit. Më të mira. Mirupafshim. E morë pas të në që urdhoni. Nësë gjetëm? Sartë, si duke Se kaloni? Mirë, juve? Po mirë. Që bëna? Hajde. Kontra kasën 2 orë më 2 orë kështu. Hajde. Në qëratë. Të vim direkt? Të vini direkt. Kush jemi ne? E morë dhe që? S'ka rëndësi se kush jeni juve, këtë është e ka rëndësi që këtë është e neve u mirë pesë. Do të vinjë natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pi, pak shoqëri, amor. Unë binga larkë, dua të të njo, mo të rikon më shumë, hape veden ti, jo nuk është vonë. A jemi në mikë pritës? Jemi, si jemi mikë pritës, urdhoni. Me të djafën në japë është me të marrë? E ke të duash, s'ka problem. Ju me të djafën. Hajde gëzuar, gëzuar qeta. Gëzuar zoj. Mama ja. Do të vinjë natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, amor from. Unë binga larkë, dua të të njo, mo të rego më shumë, hape veden ti. Oj, zoti shpish! Miroma! Brava. A pronon e miqë në këto orë të natës? Pse jo? Shumë i pritës e në të nga qëra. Qa bëni? Si? Si ju kam juve? Mirë me shtetë. Mirë së gjetëm. Shkemi. Mirë së gjetëm. Unë Ameti, pisi e shtu, edhe Kristi. Si jeni mirë? Juve? Si ka zonë? Shpëtim. Shpëtimi. Shpëtuam edhe. Se jo? Shkemi. Mirë së gjetëm. Ne jemi në misioni qëfar më ofron e televizionin shqiptar. Testoj mikpritjen. Mikpritjen unë jam i erdhur në të dhe. Jam nga zona e Mokrës e Përgatitë. Zona e Mokrës? Po të vesh në zonën e Mokrës, nuk të le askush për jashtë. Jashtë. To e. Do fëllim për nga të Shpëtuam. Shpëtim. Shpëtimi! Mirë së vëgjeda. Mirë sarë. Edhe gëzuar. Faleminderit. E të rojnë. Tani, një gocë, 2 gocë, e një shumë. Djali dhe gocën e janë të miqë. Djali dhe goca. Kjo është mbesa, e vlaj. Kjo është mbesa. Për e këtu në gjitu, një goti. E ka arë të luajse. Vlanë e kam Greqita, që për momentit. Zonjë ti. Kalamajt, në bështetër nga unë. Bështetër nga ju. E burja. Gëzuar. Gëzuar dhe ju dhe suksese. Shpëtimi, a pritë pak më parë dhe në thatë që e ka nga zona e Mokrës. Që miru ka si o tu në qëraf? Njës ishte diçka e mire e veçante, po kisha njezit tu. Kisha 2 halla këtu. Një motor të martuar, vlajnë e masë që ka hedhur para 9 litës tu. Dhe njëri vjeton me njëri. Do njës të ti pranë. Dëmën, ata prindër këshu nga kanë edukuar. Që njeriu, personat e familjes, du t'jetë gjithmonë pranë. Se nuk ka kuptimi jetë ashtu, po grinde me vlajnë apo me motrën, qa kuptimi, qa do mbash mend në fund? Qa do lloj pasurie të krijosh, apo qa do lloj gjeje të realizosh? Në fund, janë njerëzit ata që të i ke gjenë në orën e fundit. Se janë prindit ata që të përgatitin në këtë fazë. Nuk është fshati, as qyteti, as lagja, as komshiu, as është prindje. Shumë e vërtet, edukata vjen nga familja. Realisht. Çuni shpëtim është në shkollë, në qëraf.
Klasën e pesë. Klasën e pesë. Si ka emre se po qeshën aty po buzëqeshën aty po s'po vret fare. Semi? E gëzofsh? Qa të pëlqen ty më shumë te mësimet? Ka mëson më shumë? Qa lënde të pëlqen më shumë? Dituria. Dituria? Qa di nga biologjia ti? Të fundit, leksioni i fundit që keni pasur nga mësuesja. Kujdesin ndaj natyrës. Kujdesin ndaj natyrës, si është kujdesin ndaj natyrës tonë qëra? Shatin të atë. Këto nuk e mbajnë edhe aq pastër. Se më e pastër. Nuk e E ndoshta në bazë të sa që lexon në libër. Po mbesa si mbjen që me të lexoj. Shumë mirë. Edhe ka i vjen shumë mirë. Jo. Përveç sa papin e kam në Greqi, Xhaxhin e kam në babin tim. Mungoj babi? Më mungoj, por... Ke që e lënë? Mungoj. Sa po kanë që s'ke pa babi të ma? Gati 1 muaj, po be. Shpëtimi, po këtu të kjo fotografia është gocë e vogël? Po. Zemra, kur ke dalë këtu të kjo fotografia? Kur kam marruar festën e abetares. Festën e abetares? Jo ishe e verë, më nëse po shemë, të në mërgushme. Faleminderit. Hajde gëzuar. Faleminderit, gëzuar gjithë. Shpëtimi, besoj se në kalon të këndshëm shumë me muhabete dhe me gjithë historirat e likueshme, qoftë nga mokra, qoftë nga këto shërava, po ne kemi një dëshirë, si emision çfarë më ofron. Sikur të na afrojnë fjetën në shtëpinë tuaj. Megjithëse pas një lloj dyshimi. Pas një lloj dyshimi. Faleminderit. Sepse njeriu nuk do të ofrojë materiale. Plas për sende apo ushqim apo do të ketë qetësi në muhabet. Në bisedë, në shikim, në dëgjim. Gëzuar për njerëz me shpirt. Gëzuar. I'm all from Unë vinga larg, dua të njoh, më trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Çfarë më